Në komunën e Tetovës, sot pasdite është mbajtur debati dytë publik për propozimin e emrave të rrugëve. Edhe në debatin e sotëm ishin të ftuar të gjithë qytetarët, shoqatat, organizatat jo qeveritare, sektori civil që të marrin pjesë, por pjesëmarrja ishte e ulët. Deri më tani kanë arritur shumë propozime, të cilat pas përfundimit të debateve publike do të shqyrtohen nga komisioni. Kryetari i komisionit Argjend Veliu tha se ky proces duhet të kalojë edhe në filtrat e qeverisë dhe të miratohet në Këshillin e Komunës. Në debatin e kaluar që mbajtëm janë pranuar dikundi tek 45 propozime. Shpresojmë që intensiteti i propozimeve të pranuara të jetë i njëjtë edhe në debatin e sotëm publik. Javën e ardhshme është paraparë që të mbahet debati i radhës, faktikisht edhe 2 debate do të mbahen, në të cilët debate do të shqyrtohen të gjitha emrat e pranuar, qoftë përmes thirrjes publike, qoftë përmes arhivës së komunës dhe debate dhe propozimet që i kemi pranuar gjatë 2 debateve publike. Karakteri i këtyre 2 debateve ka qenë vetëm për të pranuar propozime. Pastaj do të vazhdojmë me fazën e shqyrtimit të emrave veç e veç. Pasi të përfundojnë debatet edhe shqyrtimet, faktikisht ne si grup pune kemi për obligim që të bëjmë pastrimin e listës, faktikisht sepse kemi raste kur kemi pranuar 2-3 propozime me të njëjtin emër, dhe ajo listë do të pastroj që të kemi një pasqyrë më të saktë se sa propozime gjithsej janë pranuar. Si në debatin e parë, ashtu edhe në debatin e dytë publik munguan këshilltarët e partive maqedonase.